Si mendoni, a mund të ketë vim si Komisioni Xhafaj kundrejt SPAK-ut dhe mund të kalojnë në hundën e amerikanëve, aq më tepër nëse zgjidhet ky ambasador i ri që është propozuar tashmë dhe ku duket se Berisha dhe Rama kanë një lloj dagorësie në heshtje për ta zhbërë SPAK-un? Nuk e di se çfarë do të kalojë në hundën e ambasadorit, se unë nuk pretendoj të jem personi që bëj agjendën e tij. Unë mendoj që amerikanët dhe europianët bashkë duhet ta godasin prekjen e pavarësisë së gjyqësorit, duhet të shkojmë patjetër në ndarjen e pushteteve, në check and balance, për balancim pushtetesh të cilët kontrollojnë njëri tjetrin, dhe pastaj duhet të kalojmë atë që themi shtetin nësë drejtës, po dhe shtetë ligjor, ku respektohen të gjitha drejtat universale që i kanë njerëzit dhe që janë ratifikuar si nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, ashtu dhe nga Kombet e Bashkuara në vitin 47. Unë mendoj që ne kemi ratë parë një rrugë drejt vetes, drejt vetëformimit tonë, dhe prandaj duhet detyrohen që ta tebijoj gjithmonë atë jo më, jemi ne që duhet çohemi. Sot tani që po flasim, janë mbi 100.000 serbë në protestë në sheshin Slavia. Pra ata tregojnë që fatkeqësisht për ne, ata janë më të ndërgjegjësuar për që kanë kuptuar që fati i tyre ndodh në duart e tyre. Ne duhet dalim nga kushti ku jemi. Ngjarja sotme që Berisha ka vrarë përfundimisht garë brenda PD-s, që na jep njoftimin që mos keni më shpresë te kjo opozitë, por drejtojeni, krijoni kohezionin të një opozite të re, e cila duhet të jetë tani më opozita antisistem. Nëse shqiptarët e kuptojnë këtë, besoj se do të jetë hapi i parë drejt realizimit të ëndrrës tyre. Duhet ta kuptojnë dhe pastaj ta realizojnë, duke vrarë çdo frikë dhe çdo element tjetër pengus. Ka ardhur koha të emancipohet shqiptarit, mos ketë më frikë nga pushtetarët që me demek ai ka zgjedhur për të qeverisur atë. Është e turpshme që një popull ketë frikë ministrat e tij dhe kryeministrit e tij. Kjo është e turpshme. Ai për tepër ta quajt pandëshkueshëm. Çfarë kemi zgjedhur ne? Kemi zgjedhur Perëndinë? Pas zgjedhur Perëndinë me votë. Prandaj duhet të vrasim disa frikëra, që të vrasim disa idhuj, edhe që të mbyllim një epokë, të tapim një epokë tjetër. Nuk mund të hapësh epokë tjetër me mentalitet vjetër. Epokë tjetër me Ramën e me Berishën. Kjo është e turpshme. Duhet të jesh idiot, por duhet të jesh i poshtë në raport me vetveten, që të pranosh thua që këta do ta bëjnë Shqipërinë. Ata që e copërluan e zgjirosën këtë Shqipërinë e gjorë, do ta bëjnë. Pikërisht duke u zhbër këta të dy, do bëhet Shqipëria. Edhe kur thoni për atë komisionin Xhafa, nëse do të isha në pushtet, do të krijoja pavarësinë absolute të gjitha pushteteve, sidomos drejtësisë, edhe do të bëja me urgjencë vettingun e politikanëve. Unë mendoj që nuk ka më tani as Ylli Morali, as Rama, as Berisha, njërin kryet pushtetit, e qeverisë tjetrin kryet opozitës, që të mos bëjnë vettingun e vetes tyre. Shqiptarët duhet dinë se kush janë këta që i tërheqin për undë këtë. Në këtë rast, a mendoni se këtë epokë të Berishës dhe të Edi Ramës njëkohësisht mund ta mbyll ky ambasador i ri që do të vi, ose më saktë Shtetet Bashkuara të Amerikës, përmes iniciativave të caktuara? Do vi do më rregulloj dhe mu lavatriçin se më shprish. Çfarë them unë? Unë tjetër flastit, tjetër pyetje, dakord? Jo, e kuptoj logjikën tuaj dhe është shumë e drejtë. Ideja është që është krijuar kjo narrativ që vetëm unë nuk jam idiot. Gjithë ky popull mund të jetë idiot dhe është për mua, një pjesë e madhe. Se Desari Boseir edhe kuptojnë që janë keq për Boseir, po kanë frikë, po kështu, po vdeksh aty nga frika për vendin e punës, për atë ministrin apo ministrin që të shet men atje, e që nuk e ka përfyt ta marrësh ta futurosh nga penxheria, kur ty të bien qaf edhe të bën padrejtësinë e jetës kur i thon, ç'i duan tani? E unë me që është krijuar kjo ide, unë të bie nivelin e këtij lloj populli, por nuk bie unë ky nivel. Nëse nuk çohen ta meritojnë
vetën e tyre, kur mos e meritofshin. Edhe është turp, vit dikush nga jashtë na bëjnë ne. Edhe revolucioni francez nga idetë e Lafayette që shpërthyen në Amerikë, shpërtheu. Erdhën një det, erdhën një muhabet, mund të ketë qenë edhe një lloj organizimi okult. Po kaq, po nuk vinë ata të luftojnë për ta. Ne duam mercenar, po kush jemi ne më? Nga dolëm ne kaq zgjuar. Vinë të luftojnë europianët e të lënë kockat për dignitetin tonë, për demokracinë tonë. Deri tani nuk e kemi merituar. Kemi merituar Ramën dhe Berishën. Nëse nuk qohemi mbi problematika tonë të brendshme, nuk do bëhemi kurrë. Unë kështu e shoh. Besoj, kam parë kaq edhe kam lexuar kaq edhe të logjik kam, të besoj, nuk është se tani të gëzohem unë që po na vjen ambasadori, shqyr që po vjen, ai do të jetë një ndihmës, katalizator. Por nëse ne bëjmë një vërim në ujë këtu, çfarë do bëjmë ambasadori? Ne e kemi. Nëse gjithë shqiptarë çojnë nuk paguajnë më taksa për suratin e Berishës dhe të Ramës, do bjerë ky pushtet me gjithë Berishën bashkë. Me gjithë i fundorin, 100 vjeçare që ka kapur që nga 68-ën, 8/68 mori tesën në 10-90 komunizmit, e tani në çantë të rastën ka mjesin darkë si opozita e vetme, si njeri me moral. Hajdut. Pa fund pronat e tij në gjithë kryeqytetet e Europës. Edhe zorzopit çunit ti, zorzopës gocës ti, gruas ti, mbi gjakun e gërdesit e gjithë pislikjeve tjera, e pse ka sa rrugaç që i shkojnë nga mbrapa, duhet ti nështrohemi ne presionit të këtij burrit të madh, të këtij mashtruesit, të këtij njeriu pa dinjitet. Edhe ky që tallet me këta. Ky tallet, ky më pushteti, më kalit është. Tallet me një tjetrin. Ta të dy bashkë tallin ne, patjetër, pa diskutim. Edhe do vi ky ambasadori. Ky ambasadori thotë, nëse shqiptarët qohen, nesër, ne do të përkrajmë. Nëse nuk qohen, trinë atë. E le të shuhen. Unë ngrezojnë se mbjen keq që ti ke fëmijët e mi. Kur trinë fëmijët e tuaj, edhe ti do jesh me këtë patos, me këtë nerv që kam unë. Se nuk të vjen mirë që fëmijët e fshatarit në krye politikës të përzen nga këtu ku jemi 600 vjet, përzen fëmijët e mi. Të se pranoj dot. Nuk e pranoj. Pse? Sa ishën politika ai. Edhe ka ca 10 miliona euro që i qarkullon, kurse fëmia im nuk siguron të jetesën. Kështu është. Edhe prandaj ne duhet i flasim gjërat të don, ngren zërin më shumë këta. Ta ngren zërin kundra Olsit Dados, Erioni. Erioni për ta futur 2000 vjet në burg. Berishën 200.000. Po të kishte jetë. Me çka ka bërë? Metër edhe ai 150.000 mas Berishës. Ta kalojnë këta më shumë nga zërin maskaralliku i politikës, si sa drejtësia. Drejtësia është mekur nga sulmet e tyre. Ktu është shteti. Për sa kohë këta kanë atë të drejtën morale për të përtitur më shumë se ne që po vuajmë, por aq kohë këta do kemi kuriz. Do të themi mbyllëm rrugën për palaçet. Ju jeni niveli i palaçove që s'keni lënë gjë pa bërë. Keni thënë të bardhën keni bërë zezën, kusur s'keni lënë. Keni thënë demokraci dhe edhe në fund fare ti që erdhi gjëja si se ky mburet, ky është paneti palaço, ky mburet thot në vitin 91, unë solla lirin demokracinë. Në solli ky lirin. Ku e mori lirin ky? Ne e bëm partin para ti. Ky na mori atë lirin që sollëm ne aq pak, ky e mori. Solla lirin. Ku e ke? Në partinë e tij s'ka liri, nuk ka drejt zgjedhje. Edhe del me të mek djeg bulevardin, e bën me atë ritualin e tij qesharak, kur tundaj flamurin shohen shashkat, edhe Molotovën, del aty për votën e lirë dhe nuk lejon votën e lirë brenda partisë. Që këtu maskaralliku këtij ka marrë fund është zhvulosur. Ky njeri duhet dalë rrugëve, nuk ka si këtë guxim të flasë ky njeri dali të shohë tjerë në sy. Më merr ka jetën ti mua 3 vite. Nuk ka qetësi më të madhe politike Shqipëria se ai. Nuk ka më, po hik më pis në shtëpi atje, është shkolla në burg. Është minimumi i burg për ato vepra që të kanë dhënë.
se ke bërë shumë, ke lyt duart me gjak bile. Edhe në bulevard atje, ta dënojnë edhe për atë. E ta marrin me gjithë grupin 50-60 vet ato krye maskaret. Pa bursat që i shkojnë nga mbrapa atij. A mund ta imagjinosh kesh pushtet nesër ta janë të pascip edhe arrogant në opozit. Albana Vokshin edhe Mul Nokën, ti kesh pushtet nesër. Po jo më. Ta janë pascip më. U mendova se këta kanë bërë mend. Do bëjnë ca protesta, ta hapin krahun, të rinë atje, për aq sa kanë vlerë. Mendojnë ta që prapë do na përdorin tani, morën jetën time, të marrin edhe jetën e fëmijëve të mi. Nuk ka tani. Gjë e parë që për të zgjedhë ky krye maskaraj politikës, të dalin nga politika, përgjigjet para drejtësisë, edhe përballë nesër, unë jam i bindur për shembull, ti që je përballë me këtu, je opozitar 1 milioner më efektiv se Berisha, po ti jesh në krye të një partie politike. Po s'të le Berisha. Unë jam i bindur që nuk e di çai dashësh do pinte Rama, po ti isha unë në krye të opozitës. Se Berisha as nuk e merr pushtetin, nuk e jep njeri. Berisha meriton burgun e fundit, me atë që bëri me Civitan. Është 1000% brenda. E thot Rama këtu e kam thot, e Komisioni Qendror Zgjedhjeve ta hapa thot. Duhet ishte bërë prezent, transparent, 2 muaj mbas zgjedhjeve. Nuk është bërë. Pse nuk është bërë? Se janë bashkë. Kështu që këtë duhet godasin këtë, dhe çfarë do bëjë ambasadori është gjë tjetër. Ambasada ka treguar veten në shtator të vitit 98 do të merrte pushtetin duke përdorur si tokmak arkivolin e Zemajdarit. I thonë, brenda orës 1 nuk u ktheve në zyrë, do të fusim i plumb kokës edhe të shkosh atje ku e meriton. Frikacaku iku. Frikacaka ish, buracak. E din gjithë që po themu. Dhe kam konfirmuar nga të gjithë aktorët më të rëndësishëm politik të kësaj kohe, si nga pozita dhe opozita. Me një telefonat ka i buracak. Kurse ne tjerë s'kemi kusure. Ne po dalim në bulevard për të marrë pushtetin, realisht nuk kthehem më për shkakun, po ti e mund bët aty. Po ai pse kthehet? Si kanë thënë ata jashtë, me ty nuk bashkëpunoj. Mezi po pret t'japi lajmin e madh haberin. Po kur qenon grata nga Amerika dhe Britania, ajo s'quhet ajo. Ajo s'do të merr parasysh se ne jemi vot sovran. Sa ato e kanë pësorësi. Kurse haberi na vjen nga Zoti. Në gratën e bën shejtani, haberin për t'ia heqë thirr nga Zoti. Ne ashtu kshu ne e njohim Berishën, kush është Berisha. Me syze amerikane do duket me bukur e Berisha apo da Civitas. Kështu që ne duhet të ndajmë mendin, çfarë do bëjmë me veten tonë.